Disa njerëz ndryshuan botën, të tjerë e shkatruan, por pothuajse të gjithë kishin diçka të përbashkët. Njerëzit i ndiqnin. Pyetja është, sepse ishin genial apo sepse dinin si t'i manipulonin? Historia na i mëson si lider, vizionar, shpëtimtar, por historia shkruhet nga ata që fitojnë dhe rrallë na tregon çfarë fshihnin, si bindnin, si kontrollonin, sepse pushteti nuk fillon me forcë, fillon me bindje. Jo të gjithë manipulatorët duken të rrezikshëm. Disa duken të zgjuar, të qetë, të nevojshëm. Në këtë dokumentar nuk do të gjykojmë, do të analizojmë si disa figura ngritën kombe, shkatruan miliona jetë dhe u adhuruan njëkohësisht. Dhe për ta kuptuar këtë, duhet të kuptojmë çfarë është pushteti në të vërtetë. Çfarë është realisht pushteti? Pushteti nuk është titull, uniform, zyrë. Pushteti është aftësia për të ndikuar sjelljen e të tjerëve pa i detyruar fizikisht. Një njeri me pushtet vendos çfarë quhet normale, vendos çfarë quhet rrezik, vendos kë duhet të ndjekësh. Dhe më e rrezikshmja, ai bën që njerëzit ta bëjnë këtë vetë. Këtu lind dilema. Nëse dikush kupton psikologji njerëzore, flet sakt, prek frikën dhe shpresën, a është gjeni apo manipulues, apo të dyja? Shumë figura historike që quhen gjeni dinin kur të flisnin, dinin këtë fajsonin, dinin si të krijonin armikun. Dhe njerëzit i ndoqën, jo sepse ishin të detyruar, por sepse besuan. Por si bindet një turmë e tërë, si kthehet frika në besnikëri, si kthehet gjuha në armë. Kjo na çon te psikologjia e liderëve të pushtetit. Do të zbulojmë tiparet psikologjike të figurave të pushtetit. Pse disa njerëz tërhiqen nga autoriteti dhe pse turmat kërkojnë shpëtimtar. Këtu fillon analiza e vërtetë. Psikologjia e pushtetit. Pse disa njerëz ndiqen verbërisht? Pushteti nuk vjen rastësisht, dhe as njerëzit nuk ndjekin rastësisht. Në çdo epokë, në çdo shoqëri, njerëzit janë tërhequr nga të njëjtët tipa personaliteti. Jo domosdoshmërisht më të mirat, por më bindësit. Tipari i parë, vetbesimi absolut. Psikologët bien dakord për një gjë. Vetbesimi ekstrem shpesh ngatrohet me kompetencën. Një figurë pushteti flet pa dyshim, nuk heziton, nuk kërkon falje. Edhe kur gabon, ai duket i sigurt dhe truri njerëzor e lexon këtë si ky e di çfarë po bën. Efekti i turmës. Por vetëm vetbesimi nuk mjafton. Njerëzit nuk ndjekin vetëm liderin, ata ndjekin turmën që e ndjek liderin. Kur shohim të tjerë që besojnë, dyshimi ynë zvoglohet. Ky quhet efekti i konformizmit. Nevoja për siguri. Në kohë krize, varfëri, luftë, kaos, pasiguri, njerëzit nuk kërkojnë demokraci, kërkojnë siguri. Dhe kushdo që premton rend, kontroll, armiq të qartë, fiton vëmendjen. How many refugees have Poland taken? 0. And you're proud of that? If you are asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one will come to Poland, not even one if it's illegal. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. But I asked not about illegal immigrants, I asked about refugees. And Jean-Claude Juncker, the Commission President, says that you're racist. You sound proud of the fact that you haven't taken any refugees. Of course, because this is what our people are expecting from our government. That's number one. This is why our government was elected. But this is why Poland is so safe. This is the reason why we had not even one terrorist attack. Look at the streets in Poland, and we can be called populists, nationalists, racists, I don't care. In that situation, don't the politicians of Europe have a moral humanitarian duty to step in? No. No, because it's not about helping someone who is receiving very hard situation about the war. It's not about refugees, but illegal immigrants. It's a law. It's a difference between illegal immigrant and refugee. And you have to remember that if you would try to cross the border, you would be killed. Take them all. Take them all to Germany. Krijimi I armikut. Asnjë figurë e fortë pushteti nuk ekziston pa një armik. Armiku bashkon turmën, justifikon dështimet, legjitimon dhunën. Armiku mund të jetë një grup, një ide, një komb, një tradhtar I brendshëm.
Gjuha si armë. Liderët manipulues nuk flasin shumë, ata flasin thjesht, slogane, fjali të shkurtra, mesazhe të përsëritura. E vërteta komplekse lodh, gënjeshtra e thjesht bind. Këtu lind sërish pyetja. Nëse dikush kupton frikën njerëzore, nevojën për përkatësi, psikologjinë e turmës dhe i përdor këto për pushtet, a është gjeni strategjikisht apo manipulues moralisht? Historia shpesh i quajnë gjeni, pasojat i quajnë ndryshe. Lidhja emocionale. Figurat e pushtetit nuk krijojnë vetëm bindje, kërkojnë lidhje emocionale. Ata flasin si populli, sillen si njëri prej nesh, tregojnë histori personale, jo për empati, por për identifikim. Kur një lider të jep shpresë, të jep identitet, të jep fajtor për dështimin, ai bëhet më shumë se lider, bëhet simbol, dhe simbolet nuk analizohen, ato mbrohen. Por çfarë ndodh kur pushteti nuk sfidohet, kur askush nuk thot jo, kur manipulimi bëhet normalitet? Kjo na çon tek raste konkrete historike. Si manipulohet masa? Frika, shpresa dhe miti i shpëtimtarit. Historia tregon diçka të përsëritur vazhdimisht. Njerëzit nuk ndjekin pushtetin sepse janë budallënj, e ndjekin sepse janë të frikësuar ose sepse shpresojnë. Dhe këtu lind figura më e rrezikshme në histori, shpëtimtari. Ai që premton rend në kaos, siguri në frikë, lavdi në poshtërim. Frika, arma më e vjetër e pushtetit. Çdo figurë e madhe e pushtetit ka ndërtuar autoritetin e saj mbi një frikë kolektive. Armik i jashtëm, armik i brendshëm, kaos ekonomik, rënje morale, fundi i kombit. Fakt historik. Adolf Hitler nuk erdhi në pushtet duke premtuar luftë. Ai erdhi duke premtuar stabilitet pas krizës ekonomike të Gjermanisë 1929-1933. Ai foli për papunësinë, inflacionin, poshtërimin kombëtar. Dhe njerëzit menduan, ky njeri na kupton. Manipulimi nuk duket si manipulim. Manipulimi vërtet nuk të urdhëron. Ai të bind se ideja është e jotja. Figurat e pushtetit flasin thjesht, përdorin fjalë emocionale, krijojnë ndarje, ne kundër atyre. Teknik klasike. Nëse ke një problem, fajso një grup tjetër. Kjo teknik përdoret në diktatura, në demokraci, në media, në rrjetet sociale. Gjeniu i rrem, kur inteligjenca shitet si mit. Shumë figura pushtetin nuk janë gjeni real, por mjeshtër të perceptimit, arkitekt të imazhit, aktor të shkëlqyer. Napoleon Bonaparte, strateg i vërtet ushtarak, por gjithashtu një propagandist i jashtëzakonshëm. Ai kontrollonte pikturat, kontrollonte historinë, kontrollonte mënyrën si do kujtohej. Historia që dim për Napoleonin është historia që ai vetë ndërtoi. Media, aleati i heshtur i pushtetit. Asnjë figurë e madhe pushteti nuk mbijeton pa media. Sot, televizione, portale, rrjetet sociale, algoritme, dikur, pamflete, predikime, libra, skulptura. Fakt, Stalini fshinte njerëz nga fotografitë zyrtare kur ata binin në përplasje politike. Sot nuk fshihen nga foto, fshihen nga algoritmi. I'm Gabriele Annunziati from Agenzia Nova. You have been repeating several times that Russia should repay for the reconstruction of Ukraine. Do you believe Israel should repay for the reconstruction of Gaza, since they have destroyed almost all the strip and the civilian infrastructures? Thank you. Thank you, Gabriele. It's definitely an interesting question on which I would not have any comment at this stage. Pse njerëzit kanë nevoja për figura të pushtetit? Sepse pasiguria lodh, liria kërkon përgjegjësi, mendimi kritik është i vështirë. Është më e lehtë të dorëzosh dikujt tjetër vendimarrjen, fajin, shpresën. Këtu lind marrëveshja e pashkruar. Ti më premto siguri, unë të jap pushtet. Por ja pyetja që ndryshon gjithçka. A janë këta gjeni që manipulojnë masat, apo masa që kërkon të manipulohet? Sepse pa turm, asnjë tiran nuk ekziston. Rënja e pushtetit, momenti kur miti fillon të çahet.
Asnjë figurë pushteti nuk bie papritur. Rënja fillon shumë përpara se ta vërej publiku. Fillon në momentin kur realiteti nuk përputhet më me premtimin. Frika nuk funksionon si më parë dhe miti fillon të ketë çarje. Por pushteti nuk pranon kurrë dobësinë. Ai e fsheh atë, e vonon, e maskon. Çdo figurë pushteti bie për të njëjtën arsye. Fillon të besojë propagandën e vet. Kur një lider rrethohet vetëm nga njerëz që i thon po, nuk dëgjon më kritika, e sheh veten si të pazëvendësueshëm, ai shkëputet nga realiteti. Fakt historik. Nicolae Ceausescu, Rumania, 1989. Ndërsa populli po revoltohej, ai vazhdonte të fliste nga balkoni sikur gjithçka ishte normale. Turma nuk duart trokiti. Për herë të parë, heshtja u bë më e fortë se frika. Kur frika pushon së punuari. Frika funksionon vetëm derisa njerëzit të kuptojnë një gjë. Nuk kemi më çfarë të humbasim. Në atë moment, burgu nuk frikson. Propaganda nuk bind. Dhuna nuk ndalon. Bashkimi Sovjetik nuk u shemb nga lufta, u shemb nga lodhja kolektive. Njerëzit nuk besonin më, dhe kur besimi zhduket, pushteti bëhet bosh. Ekonomia, armiku që nuk gënjehet. Fjalët mund të manipulojnë, imazhet mund të gënjejnë, por ekonomia gjithmonë flet të vërtetën. Kur buka mungon, kur inflacioni rritet, kur jeta bëhet më e vështirë, propaganda humbet efekt. Fakt. Shumica e revolucioneve historike shpërthejnë pas krizave ekonomike, pas rritjes së çmimeve, pas pabarazisë ekstreme. Jo nga ideologjia, por nga uria. Armiku i fundit i pushtetit, informacioni. Në momentin që informacioni shpëton nga kontrolli, qarkullon lirshëm, krahasohet me realitetin, pushteti hyn në panik. Dikur librat, sot interneti, nesër diçka tjetër. Çdo regjim përpiqet të kontrollojë narrativën, censurojë, diskreditojë kritikët. Por historia tregon, kontrolli i plot nuk zgjat përgjithmonë. Dhe e këtu lind pyetja më e rrezikshme për çdo figurë pushteti. Po sikur problemi të mos jetë populli, por unë, kjo pyetje nuk bëhet kurrë publikisht, dhe zakonisht bëhet shumë vonë. Rënja nuk është fundi i historisë. Kur një figurë pushteti bie, një tjetër është gati të ngrihet. Cikli rifillon, narracioni ndryshon, mekanizmi jo. Sepse problemi nuk është vetëm lideri, është struktura që e prodhon. A jemi ne problemi? Pushteti, masa dhe përgjegjësia personale. Historia na mëson të kërkojmë fajtor, lider, diktator, figura pushteti. Por shumë rrallë ndalemi të pyesim, po sikur problemi të mos jetë vetëm ai që sundon, por edhe ata që e lejojnë të sundojë, sepse pushteti nuk bie nga qielli. Ai ngrihet mbi një marrëveshje të heshtur. Pse masa e dorëzon pushtetin? Sepse liria nuk është komode. Liria kërkon mendim kritik, dyshim, përgjegjësi, rrezik, ndërsa pushteti ofron rregulla të thjeshta, fajtor të qartë, ndjesinë e sigurisë. Fakt psikologjik. Studimet mbi autoritarizmin tregojnë se në kohë krize shumica e njerëzve preferojnë rendin mbi lirinë. Jo sepse janë të këqij, por sepse janë njerëz. Unë nuk jam si ata. Iluzioni i pafajësisë. Shumë shikues mendojnë, unë nuk do ta kisha ndjekur një diktator, por historia tregon diçka tjetër. Shumica e njerëzve që jetuan nën regjime autoritare ishin normal, kishin familje, donin një jetë të qetë. Ata nuk mendonin se po bënin diçka të gabuar, ata mendonin se po mbijetonin. Kjo është arsyeja pse historia përsëritet, sepse askush nuk e sheh veten si pjesë të problemit. Demokracia nuk është imune. Shumë besojnë se kjo ndodh vetëm në diktatura, por manipulimi nuk ka nevojë për dhunë. Mjafton frika, polarizimi, propaganda emocionale. Në demokraci, pushteti fitohet me vota, por ruhet me narrativa. Dhe narrativat janë më të fuqishme se faktet. Në vend që të pyesim kush është lideri i keq, duhet të pyesim pse ky lider funksionon, sepse në momentin që masa ndalon së pyeturi, ndalon së dyshuari, ndalon së informuari, pushteti bëhet i pakontrollueshëm. Historia nuk ofron zgjidhje perfekte, por ofron paralajmërime. Pushteti duhet kontrolluar, liderët duhen dyshuar, narrativat duhen verifikuar. Jo një herë, por gjithmonë. Sepse pushteti nuk është i keq në vetvete, i rrezikshëm bëhet kur askush nuk e vën në dyshim. Nëse historia na ka mësuar diçka, është kjo: tiranët nuk lindin, ata pranohen. Dhe pyetja e fundit nuk ka të bëjë me ta, ka të bëjë me ty. Herën tjetër që dikush premton siguri, rend dhe shpëtim, a do të pyesësh pse, apo do të ndjekësh turmën?
Historia nuk mbaron këtu, ajo vazhdon çdo ditë, në mënyrën si informohesh, në mënyrën si zgjedh, në mënyrën si hesht, sepse pushteti ndryshon fytyrë, por mekanizmi jo.